Duke patur parasysh se këto video mund të dëgjojnë edhe njerëz që nuk kanë asnjë informacion rreth trading, dhe kam menduar që të bëj këtë mini guide për ata në mënyrë që ta kenë më të thjeshtë për të kuptuar atë që unë flas nëpër videot e mia kur shpjegoj rrugëtimin tim të trading. Kam nxjerrë termat kryesor rreth Forexit dhe do mundohem që t'i shpjegoj në mënyrë sa më të thjeshtë që edhe njerëzit që nuk kanë patur asnjë informacion për këtë profesion t'i kuptojnë dhe të kuptojnë atë që unë shpjegoj në videot e rrugëtimit tim rreth trading. Si fillim duhet ta nis me pak histori. Një nga njerëzit e parë që përdori historinë e çmimit për të parashikuar të ardhmen e tij ishte Manahisa Homa. Ky njeri mbante raportet të kushteve atmosferike të 100 viteve më përpara, në mënyrë që të analizonte dhe të kuptonte se ku tregu do të shkonte në të ardhmen. Dhe në këtë mënyrë ai mendonte se kuptonte edhe psikologjinë e investitorëve. Manahisa Homa ishte një njeri që merreshe me tregtimin e orizit, pasi edhe familja e tij kultivonte oriz dhe informacioni për ta në lidhje me tregjet ishte shumë i rëndësishëm. Ai krijoi një sistem shumë inteligjent, duke vendosur njerëz mbi çati me flamuj me kode të saktuara, ku këto flamuj ngriheshin edhe uleshin në intervale kohore të caktuara dhe që tregonin ndryshimin e çmimit në kohë reale për një largësi totale prej 600 kilometrash. Sistemi i tij e bëri këtë njerëz që ishte shumë i suksesshëm, pasi kishte edhe ndryshimet e tregut në kohë reale në një kohë kur nuk ekzistonin teknologjira dhe mjetet e tjera të komunikimit. Një informacion interesant që lidhet me këtë njerëz është krijimi i candlesticks. Nga ky njerëz erdhi ideja fillestare për krijimin dhe përdorimin e tyre në tregjet botërore financiare. Çfarë është Forexi? Forexi është marketi global i decentralizuar ku mund të tregtohen të gjitha monedat botërore. Çdo çift Forexi përbohet nga dy valuta, valuta bazë dhe valuta e kuatuar. Për shembull, marrim euro-dollar, një nga çiftet e valutave më të tregtuara në botë. Euro është moneda bazë dhe dollari është moneda e kuatuar. Euro-dollar ka çmimin 1.12. Do të thotë që 1 euro është e barabartë me 1.12 dollar. Dhe nëse se ky çmim ndryshon nga 1.12 në 1.13, atëherë mund të themi që euro është forcuar ndaj dollarit. Është i hapur 24 orë, 5 ditë në javë, dhe në këtë treg mund të tregtojnë institucione financiare, hedge funds, kompani të ndryshme dhe ne retail traders. Çfarë janë brokerat? Brokerat janë kompani të cilat i ofrojnë përdoruesve platforma për të blerë dhe shitur në tregjet online ndërkombëtar. Si funksionon? Ti krijon një account tek një broker, në këtë rast po marrim IC Market, pasi do ta dëgjoni që unë e përmend shpesh në videot e mia. Krijojmë një account, mund të depozitosh në të dyja mënyrat, ose në kripto ose direkt nga banka, dhe më pas në mënyrë që ti të futesh të vendosësh tregët tje online, duhet të lidhesh me një aplikacion, MetaTrader, ka edhe aplikacione të tjera si Trader apo MatchTrader apo aplikacione të tjera që të lejojnë që të vendosësh tregti në market në kohë reale. Pra lidhet akaunti i brokerit me aplikacionin e MetaTrader dhe në këtë mënyrë ti mund të vendosësh tregti në kohë reale në market. Çfarë janë candlesticks dhe time frames? Candlesticks tregojnë të dhënat se si çmimi ka lëvizur për një afat të caktuar kohor. Dhe time frame është ky afati kohor që këto të dhëna ose çmimi lëviz për këtë afat kohor. Afatet kohore më të përdorura janë 15 minuta, 30 minuta, 1 orë, 4 orë, daily dhe weekly.
që do të thotë, për shembull, nëse marrim time frame-in 15 minuta. Në këtë time frame 15 minuta, çmimi do lëviz lart poshtë, lart poshtë, lart poshtë, lart poshtë. Dhe në këtë afat kohor, ky çmimi lea të gjurmën, dhe formon këtë kendëstik ose qiriri. Qiriri ka hapjen, mbyllet, ka edhe hijet që janë ose bishtat që quhen. Dhe ka trupin e plot dhe bishtat që çmimi ka shkuar, ka refuzuar. Çfarë janë pips? Marrim shembullin e parë, euro-dollar, çmimi është 1.12. Në qoftë se çmimi shkon 1.13, atëherë kjo 0.1 që ka ndryshuar është 1 pips. Është e rëndësishme sepse ndryshimi i pipsave na tregon nëse neve kemi fituar apo kemi humbur në një tregti që mund të kemi hyrë. Çfarë është lot size? Lot size është sasia e valutës që tregtari po blen ose po shet. Domethënë, pak a shumë mund ta quajmë ose mund ta paralelizojmë me koeficientin. Domethënë, koeficienti që shumëzohet për të marrë fitimin. Çfarë është long ose short position? Ose buy and sell position. Marrim shembullin e euro-dollarit. Dhe çmimi që ishte 1.12. Dhe në qoftë se neve mendojmë pas analizave që i kemi bërë që ky çmim do shkojë 1.13, 14, 15 deri në far pike ku neve mendojmë, atëherë ne hym në pozicion buy ose long. Domethënë, ne blem euron kundrejt dollarit. Në momentin që neve hym në një pozicion, duhet vendosim një stop loss dhe një take profit. Stop loss është ku nëse çmimi kthehet kundra tregtisë që neve mendojmë, është maksimumi që neve do humbim. Dhe në momentin kur marketi shkon në të njëjtin drejtim ku neve kemi vendosur take profit, atëherë ne marrim profite. Nëse shkon në drejtimin ku neve kemi parashikuar, ne marrim profite, nëse shkon në drejtimin e kundërt, ne humbim. E njëjta gjë është me short position ose sell position, thjesht në qoftë se ne mendojmë se euro do dobësohet ndaj dollarit, hym në pozicion sell, vendosim stop lossin dhe take profit. Çfarë është balanca dhe equity? Balanca është kapitali që neve kemi në llogarinë tonë, ndërsa equity në rastin kur neve jemi futur në një pozicion dhe kemi një pozicion hapur, pozicioni shkon, domethënë, fitimet ose humbjet mund të shkojnë e zemë, nëse jemi në fitime $50 dhe shkojnë 50, 51, 49, 48. Equity lëviz në të gjithë kohës. Nëse neve kemi kapitalin $1.000 dhe kemi një pozicion hapur, që për momentin jemi në fitim $50, equity shkon 1050, 1047. Nëse jemi minus shkon 950. Domethënë tregon në kapitalin në kohë reale. Çfarë janë prop firmat? Prop firmat janë biznese të cilat ofrojnë tregtarëve të bëjnë tregti me kapitale më të mëdha, duke paguar më pak. Si e bëjnë këtë? Prop firmat ofrojnë challenge ose sfida me balanca 10k, 25k, 50k, 100k, 200k. Dhe çfarë ndodh? Ti ble një account 10k ose një challenge 10k me $70. Dhe ti për të tregtuar dhe për të fituar nga ky kapital duhet kalosh 2 faza për të mbushur mendjen këtyre që ti je i aftë për të tregtuar kapitalin real që do t'i japin këta. Ti kalon një fazë, duhet të bësh 10% ose 8% të kapitalit, domethënë nëse ti ble një account 10k, ti duhet të bësh profit $1.000 të tjera pa të kalosh në fazën e dytë. Kur kalon në fazën e dytë, ti japi një account të ri dhe nga 10.000 duhet të bësh edhe 500 të tjera ose 5%. Dhe pasi i kalon këto të dyja, ti kalon në account live dhe të gjitha profitet që ti bën kanë një split rewards që është 80-20 ose varet nga profirma. 80% të fitimeve i merr ti dhe 20% t'i japin ata, sepse ata të kanë siguruar në kapitalin që ti të tregtosh me 10.000. Kjo është pak a shumë teoria. Gjithsesi mund të futeni në internet edhe të mësoni shumë se si funksionojnë profirma që t'jeni më të qartë nëse doni të thelloheni më shumë në këtë aspekt.
Çfarë nuk është trading? Trading padyshim nuk është call center. E kam dëgjuar që ma thonë shumë njerëz të gjë, por nuk është call center. Ndoshta call centerat e përdorin Forexin për punët e tyre, po Forexi nuk është call center. Nuk është as bixhoz, nuk është as skem piramidale, nuk është as në gjë tjetër që mund të mendojnë njerëzit. Trading është një market ku mund të blihet dhe mund të shitet. Dhe pse njerëzit kanë këtë ide të keqe për Forexin, sepse njerëzit përgjithsisht ose 95%, 98% që duan të bëjnë Forex humbin sepse nuk janë të disiplinuar, nuk kanë informacione dhe e shikojnë marketin në një mënyrë jo profesionale. Trading, si çdo profesion, kërkon kohën e tij, kërkon eksperiencë, kërkon punë, kërkon dedikim që ti t'i marrësh ato përfitimet që secili do. Padyshim, trading nuk është një profesion që bën para shpejt, kërkon dedikim, punë dhe shumë fokus që ti të arrish, ta kuptosh se çfarë ndodh dhe të pozicionohesh në pozicionet e duhura për e ka për lëvizjet që tregu ban. Jemi në fund të videos. Kjo ishte mini guida për njerëzit që do ta shikojnë dhe që nuk e kanë pasur fare informacione për trading apo për këto koncepte që unë i shpjegova. Nëse ka diçka të paqartë, mund ta komentoni dhe do bëjmë video tjetër për ato gjëra. Ju falenderoj shumë për kohën që keni marrë për të parë këtë video. E vlerësoj shumë dhe shihemi në videot e radhës.